Feel your heartbeat. Radio Emanuel. Inkurajim për shpirtin. Radio Emanuel. Inkurajim për shpirtin. Rikthehemi sërish në studion e Buzëqeshit ditës, ja kemi dedikuar këtë puntat profesionit fisnik të infermierëve. Pasi vetëm ditën e djeshme ka qenë edhe dita ndërkombëtare e infermierëve, unë sot kam kënaqësinë të kem në studio dy infermierë të cilët punojnë çdo ditë me përkushtim, kujdes, edhe me dëmshuri do thoja, pasi punojnë në një nga fushat më njerëzore të mjekësisë, në kujdesin paliativ. Së bashku me mua kam Vasien Xhelili dhe Kristiana Sheshmina, infermier pranë qendrës së kujdesit paliativ Mary Potter. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën jona. Është kënaqësi t'ju kem sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën jona. Unë po flisja pak me Vasienin dhe Kristianën pas mikrofonave dhe po më tregonin që sapo ishin kthyer ditën e djeshme nga konferenca kombëtare e profesionistëve të shëndetësisë, e cila u zhvillua dje në Tiranë. Si kaluat, si shkoi? Në fakt ishte një organizim le të themi i bollshëm, i organizuar nga urdhri i infermierit, ku morën pjesë profesionistë të fushave të ndryshme, kryesisht infermier, por edhe teknik laboratori, imazherist, logoped, parashtruan ato temat apo studimet e tyre. Ishte një event që bëri bashk profesionist nga i gjithë vendi, pra ishte një konferencë organizuar në shumë salla dhe secili jepte ato referimet e veta. Më vinte mirë që kishte edhe shumë infermierë të rinj dhe ishin të angazhuar në ato profilet e veta për të përcjellë mesazhe të ndryshme të përditshmërisë së tyre të punës. Edhe ju patët prezantimet tuaja, besoj, në fushën e kujdesit paliativ. Patjetër, dhe ne u paraqitëm me prezantimet tona. Shpalosëm ato pjesën e përditshmërisë tonë, studime apo punime reflektive, të cilat paraqisnin ato sfidat apo përditshmërinë tonë klinike. Vasien, Kristiana, për ne të tjerët që nuk punojmë në këtë fushë, ndoshta infermieria është thjesht një profesion, por besoj për ju që jeni pjesë e këtij profesioni, çdo ditë bëhet edhe mënyrë jetese. Do doja të dija nga ju, çfarë do të thotë personalisht për ju të jesh infermier? Të flas unë i pari. Në fakt, përveç asaj punës brenda orarit të inkuadruar, për mua infermier do të thotë të jesh edhe jashtë orarit, edhe jashtë profilit, sepse ne në thonjza në kuptim figurativ nuk rreshtim se hequrja të uniformën edhe jashtë orarit të punës, mundohemi të gjendemi në prezencë ndaj kujdo që ka nevojë, ndaj kujdo që na shfaq nevojën për një ndihmë të caktuar dhe jemi gjatë gjithë kohës të gatshëm për t'i ndihmuar, për të dhënë atë impaktin ton, empatinë ton. Ndërsa për mua ti jesh infermier nuk do të thotë vetëm ti jesh një profesionist, por ti do duhet ti jesh shumë më shumë se një profesionist. Do duhet ti ndodhesh pranë patjetër si familjarëve, si të sëmurëve, si kujdestarëve të pacientit, pra është një mision më vete. Më pëlqen se e quajte një mision më vete. Po, është vërtet një mision shumë i rëndësishëm që të paktën ne e bëjmë
me shumë dashuri, sepse është shumë e rëndësishme, me shumë dashuri për t'i falur pacientëve dinjitetin që ata do duhet të kenë në çdo moment të tyre. Faleminderit që e bënin punën tuaj me kaq përkushtim. Siç po e thoja pak më herët, ditën e djeshme ishte dita ndërkombëtare e infermierëve. Çfarë emocionesh ju përcjell kjo ditë? Çfarë domethënie ka për ju kjo ditë dhe sa të vlerësuar ndjeheni nga ana tjetër çdo ditë, jo vetëm në një ditë të caktuar? Kur për çdo fest të caktuar apo ditë ndërkombëtare të një profesioni të caktuar, për mendimin tim, nuk është momenti për të festuar apo për të gëzuar në atë moment, por është një moment reflektimi, pasi çdo kush në vetvete duhet të mendoj, domethënë, se si duhet të çojë përpara qoftë profilin e vet, qoftë profesionin e infermierit, pra duhet të bëjmë më shumë për ta ngritur në pozicionin e merituar këtë lloj profili. Besoj që ka momente të ndryshme në punën tuaj që ju kujtojnë pse e keni zgjedhur këtë profesion, pse ka kaq shumë rëndësi. Mund të ndani ndoshta një moment në punën tuaj që ju ka kujtuar, ore, unë prandaj po e bëj këtë punë. Në fakt, unë kam shumë të freskët një moment. Kuptohet që ne punojmë me të sëmurë në faza, në stade terminale, me kancer të avancuar dhe jetëgjatësia e kujdesit varion në varësi edhe të gjendjes, por kujtoj një pacient të cilit i kam shërbyer për disa muaj, në momentin që ai nuk jetonte më, jam përballur me familjaren e tij, e cila ishte ish kolege, tashmë e dalë në pension, dhe fjalët e saj më kanë prekur vërtet, duke më thënë që jam shumë e lumtur që babai i kaloi muajt e fundit jetës së tij nën kujdesin tënd. Pra ka marrë shërbim nga duart e tua dhe ishte vërtet fjalë prekse, gati edhe në përlotje, sepse në gjithë këto vite pune, domethënë, është ajo mirënjohja apo besimi që t'japin pacientët apo familjarët e tyre është ajo që të bën të ecësh. Ka pasur një moment për ty, Kristiana? Patjetër, në punën tonë ka çdo ditë momente të tilla, siç ka edhe ato momente të cilat na bëjnë të reflektojmë nga ana tjetër, ashtu janë dhe këto momentet e bukura dhe ne na lumturojnë pafund, por një nga ato më të rëndësishme është mirënjohja që familjarët kanë për ne, për punën që ne bëjmë, për gjithë qendrën dhe për gjithë stafin e qendrës Mary Potter. Është mirënjohja. Janë falënderime pafund nga familjarët. Kudo, edhe pas një farë kohe që ne nuk japim më kujdes nuk kujdesemi më për atë të sëmur, kudo në rrugë, ku ne mund të ndeshemi me familjarët, ne kemi një respekt të pakrahasueshëm me asnjë gjë tjetër dhe aty kujtohesh që po, unë bëj vërtet një punë të rëndësishme, dikush ma di shumë mirë atë vlerën edhe rëndësinë e punës. Sepse veçanta me ju është që ju patjetër duhet të krijoni lidhje jo vetëm me pacientin, por edhe me familjarët, duke qenë që ofroni kujdesin edhe në banesë. Pra me sa po kuptoj, është shumë e rëndësishme jo vetëm trajtimi që i ofroni pacientit, por i rëndësishëm është edhe komunikimi dhe prania. Mund të më tregoni pak më shumë për të sa e rëndësishme është në fushën ku ju punoni, komunikimi edhe thjesht prania, si te pacienti edhe te familjarët? Në fazën tek të cilën gjenden pacientët tanë, pjesa më e rëndësishme është që të ndihen të dëgjuar. Pra, edhe të diturit se si të dëgjosh një të sëmur është pjesë e një komunikimi, qoftë pasiv ky. Pra pacientët shpeshherë duan që të ndihen të dëgjuar, pra të ndajnë gjithë ato momentet e vështira, të ndajnë pjesë të përditshmërisë së tyre, sepse familjarët edhe për shkak të kujdesit në momente të caktuara nuk mundet që të jenë shumë të angazhuar në këtë pjesë përveç pjesës së shërbimit. Duke i dëgjuar pacientët ndërton besim tek ata dhe pa diskutim që komunikimi apo mënyra se si i trajton ka të le të themi
përfshin më tepër se 60% të trajtimit të përgjithshëm. Pra, nuk është gjithçka vetëm trajtimi me medikamente, por edhe bashkëbisedimi dhe ana psikologjike ka peshën e vet në vizitat e përditshme tek pacientët dhe patjetër që edhe në cilësia e jetës së këtyre pacientëve. Pra ju bëheni dhe miq me ta. Po, duke mbështetur këtë që Vasini përmendi, familjarët kanë duke mësuar diagnozën që pacienti është duke vuajtur edhe duke trajtuar, ata humbin një familjar të rëndësishëm të tyre, që mund të jetë prindi, mund të jetë vllai, motra, në ato raste edhe fëmia e tyre, por i sëmuri humb gjithë botën. Humb atë për të cilën ai ka punuar gjithë jetën, humb familjarët e tij, humb gjithçka. Dhe është vërtet shumë e rëndësishme kjo mbështetja emocionale, edhe të qenurit aty pranë. Për këto, për të dy palët. I mbështesni ata emocionalisht, por unë jam e sigurt që gjithë infermierët kanë momente të vështira në punën e tyre, se përballen me frikën, me pasiguritë, por ju në kujdesin paliativ pra përballeni edhe me momentet e fundit të jetës. Ju vetë si e përballoni emocionalisht? Çfarë ju jep forcë? Si është për ju? E di që nuk është e lehtë. Patjetër që është e vështirë kjo gjë, por duke e dashur punën tënde, duke u ndjer i vlerësuar, kjo të bën që të ecësh përpara dhe vjen një moment që dhe mësohesh me këtë pjesë. Mbart pa diskutim edhe konsum, ekspozimi vazhdueshëm ndaj këtyre emocioneve të forta, qoftë emocione pozitive, qoftë negative, qoftë emocionet e orëve të fundit të jetës të pacientit, por si profesionist duhet që çdo situatë të menaxhohet me shumë empati dhe me shumë finesë, nëse duhet të përdorja këtë lloj termi. E kuptoj. Cilat mendoni se janë disa nga sfidat më të mëdha që përballen sot infermierët në Shqipëri? Ka sfida? Mos më thoni që nuk ka. Pa diskutim që ka, sepse ne shpesh jemi në kontakt të përditshëm edhe me kolegë nga profile të ndryshme, por unë nuk do të tregoj më shumë i vrazhd në këtë pjesë, por që të kesh sfida dhe të kërkesh kërkesa apo të ndihesh i vlerësuar apo të kërkosh më tepër se çip. Pra duhet të shohësh, duhet ta kthesh pasqyrën një herë nga vetja, domethënë sa jap unë për këtë profesion që të mund të kërkoj më tepër. Pra çdo gjë është një lloj efekti pasqyrë. Çdo profesionist vërtet nuk duhet ta mbaj fokusin tek ankesat, por duhet që të mundohet ta ofroj atë lloj shërbimi, atë lloj pune në mënyrë sa më dinjitoze dhe çdo gjë pastaj përkthehet në një vlerë shtesë për ta. E vlerësoj shumë atë që the Vasien, sepse janë të rrallë ata që thonë prit se do shikoj një herë veten time çfarë po bëj unë. Mendojnë që gjithçka e ka në rregull te vetja, pa e parë fare, pa atë efektin pasqyrë dhe direkte tregojmë gishtin tek gjërat e tjera. Për ty Kristian, ka diçka që do doje të shtoje? Patjetër një sfidë e madhe është përgjegjësia e madhe që infermierët kanë. Dhe i bashkohem asaj që tha Vastiene. Do duhet të jesh një profesionist shumë i mirë për këtë përgjegjësi të madhe që ti ke. Po mirë, në mes të këtyre sfidave, lodhjes, përgjegjësive që ju keni, tani se programi im quhet Buzëqeshi ditës, që ti buzëqeshim pak ditës, cilat janë ato gjërat e bukura që ju motivojnë dhe ju japin zemër? Gjithmonë në çdo moment, në çdo kontakt me pacientin, me familjarët e tyre, kur shohim që ka mirënjohje, që ka vlerësim, patjetër që ky është një lloj motivimi, por edhe kur ne shkojmë shumë mirë në staf, domethënë dua të ndaj edhe diçka, kemi një marrëdhënie shumë të mirë mes kolegësh, sepse edhe kjo ndikon shumë tek pjesa e ecurisë. Ne një pjesë të mirë të
të punës tonë ndërtojmë tek puna në grup, tek puna në skuadër, kështu që kjo besoj se është një vlerë e shtuar për vetë stafin ton dhe shërben pak a shumë një lloj motivimi në përditshmërinë tonë. Është e vërtet, ndonjëherë unë them, kaloj më shumë kohë me kolegët në punë se sa me familjen time. Është e vërtet. Sepse aty e kalojmë pjesën më të madhe të ditës apo jo. Ashtu është. Dhe për ne është shumë e rëndësishme që midis kolegësh të shkojmë shumë mirë, duke u konsideruar si një familje e madhe, sepse argjojmë pjesën më të madhe të ditës në punë dhe është një nga ato pikat kyç më të rëndësishme që edhe puna të shkojë shumë mirë, edhe punën ta bëj me qef. Edhe ndërkohë për ta përmbyllur, unë do doja që të dy ju të na lini të gjithëve me një mesazh. S'pari cili është mesazhi juaj për kolegët tuaj infermier, por pastaj edhe për njerëzit që ndoshta nuk e kuptojnë plotësisht sa shumë qëndron pas këtij profesioni. Mesazhi im për kolegët, meqense jemi në një moment apo në një lloj epoke që roli i infermierit po merr fokus goxha le të themi po flitet me më tepër superlativa. Mendoj që kolegët tanë të zbulojnë atë potencialin e vet dhe të marrin rolin e vet si lider. Kush më shumë dhe kush më pak, por të vazhdojnë, të punojnë, të gjejnë motivacionin, edhe kur nuk kanë mbështetjen maksimale, ta kërkojnë atë tek vetja në mënyrë që të arrijnë ato objektivat apo rezultatet që meritojmë të gjithë t'i kemi. Ndërsa unë për kolegët e mi do të thoja që të mos harrojnë kur se çfarë punë bëjnë çdo ditë. Ndërsa për njerëzit që pas kësaj punës tonë fshihet përkushtimi, dashuria, dhënia e çdo procedura me standardet që do duhet të jepet dhe ata të mirë kuptojnë gjithçka. Ju falenderoj nga zemra, jo vetëm për këtë intervistë, jo vetëm për gjithçka që ndat me mua sot, sepse e di e tillë është edhe fusha ku ju punoni, e cila prek dhe jo gjithmonë mund të kemi dëshirën për të ndarë momente të tilla, kështu që ju falenderoj që ndat edhe zemrën së bashku me ne sot në Buzëqesh i ditës, por ju falenderoj edhe për punën që bëni çdo ditë. Uroj shumë suksese, uroj shumë forcë për ju, edhe uroj që do të keni jo vetëm forcë fizike, por edhe forcë emocionale. Faleminderit për gjithçka që jeni duke bërë. Faleminderit shumë edhe për ftesën, ishte kënaqësi, domethënë që të ndanim këto momente nga përditshmëria jonë. E jeni të mirëpritur sërish. Faleminderit, jona ishte kënaqësi. Faleminderit dëgjues të dashur të Buzëqesh i ditës që ishit së bashku me mua gjatë këtyre minutave të kësaj puntate të dedikuar profesionit fisnik të infermierëve. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vazhdim dhe si gjithmonë, pavarësisht rrethanave, vazhdoni të Buzëqeshin i ditës. Mirëdëgjofshim në puntatën e radhës. Mbaje shpirtin tënd zgjuar.